بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Gjitha falënderimet, gjitha lavdatat i qofshin dhe i takojnë vetëm Allahut xhelle xhelaluhu, madhit Zoti i cili na ka krijuar në formën më të mirë, na ka bekuar me bekime të shumta, me të mira të shumta, na ka bërë pe krijesave më të bukura, na ka stolisur me mendje, na ka stolisur me hijeshi e me gjymtyr që ti shërbejmë atij, që ti lutemi atij. Salavatet tona, selamet tona, të gjithë së bashku nga ky vend i bereqetshëm, ja dërgoj më të dashurit tonë, Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij, dhe për të gjithë ata besimtarë musliman të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jete. Besimtarë të ndershëm, motra të ndershme, mirë se vini në ligjëratën e radhës. Ligjërata e 14 me tematik mëshira dhe falja. Rëndësia e vetisë, së mëshirës, rëndësia e faljes. Këto minuta do të mundohem me diçka së bashku sonte me shpletua Kur'anin madhështor, me shpletua edhe librat e hadithit të Muhamedit alayhi salatu wassalam, çka flasin për mëshirën, për rahmetin, për faljen apo maghfiretin. Dhe është shumë interesante ka ardhur kjo tema sonte, 10 i dytë i Ramazanit. Pjesa parë ka qenë pjesa e mëshirës, ndërsa 10 i dytë është 10 i maghfiretit, i faljes. Inshallah Allahu na i fal neve dhe juve, prindërve tanë, fëmijëve tanë, shokëve tanë, nonave tona, motrave tona, gjithëve ja Rabbel Alamin. Sa i përket mëshirës, Islami, siç e komentuam edhe më herët e patë në prezantime akademike, sistem jete ka ardhur me na rregullue anën brendshme, anën shpirtërore të muslimanit, mendjen e tij, ndjenjat e tija, po ka ardhur dhe feja islame me rregullue edhe anën e jashtme. Prandaj rregullimi i ndjenjave, rregullimi i mendimeve, rregullimi i emocioneve brendshme shpirtërore, çka nuk shihen në shiqim të parë, feja islame, Kur'ani madhështor, ka ardhur për me rregullue, me tregu çka është mirë, çka është keq, çka çkatron, çka të bën dëm, çka duhet minajt gati, gjitha këto vetit dhe tiparet dhe vlerat shpirtërore, Kur'ani si sistemi i shpallur i Allahut ka ardhur për me i rregullue. Këto vetit, këto ndjenja shpirtërore, po kur rregullohet brendia njeriut, kur pastrohet brendia e shpirtit njeriut, kjo reflekton pastaj mu pastru edhe ana e jashtme. Pastrohet gjuha, pastrohet syri, pastrohen durt, pastrohen këmbët, pastrohet trupi i njeriut, sepse kjo buron nga brendia e tij e thellë shpirtërore. Mos më harrua që të gjithë në ditë sahar e themi Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Po fillojmë me emrin e Allahut i cili është Rahman. Rahman
në gramatikën dhe sintaksin e gjuhës arabe, i vjen ala wazni fa'lan. Do me thonë, Allahu krijuesi ynë, i cili ka mëshirë shumë. Sheb'an, atshan. E ka quajtur Allahu vetën me këtë emër. E ka atribua, e ka cilësu vetën me emrin e Allahut i cili është mëshirshëm. Pa mjafton vetëm me qenë i mëshirshëm, pa mëshirua dikant, nuk mjafton. Për këtë arsye ka ardhur dhe pas fjalës Bismillahi Ar-Rahmani, ka ardhur fjalia tjetër Ar-Rahim. Do thot mëshirbërës. Kështu janë të lidhura në aspektin gramatikor këto fjalit e Kur'anit. Allahu është gjithë mëshirshëm, burimi i mëshirës, burimi i rahmetit, po dhe Allahu është Rahim, mëshirën e tij e tregon te masat e popullit. E shohim mëshirën e Allahut, siç do ta shohim më vonë jetën tonë. E shohim në trupin tonë, e shohim në krijesat e tij që i ka krijuar i Madhi Zot. E shohim me persona, njerëz, besimeve jo islame. Han, pin, kënaqen me të mirat e Zotit dhe nuk i besojnë në Allahut si Allah. Bëjnë shirk. Nuk besojnë në një Zot. Ka dikush as shirk, as në një Zot, as monoteizëm, po as trinitet, po thot ateist nuk besoj kur gjë, e Allahu xhaleshanu me mëshirën e tij, ato i jep atij shëndet, i jep atij rahati, i jep atij evlat, i jep atij familje, punë, pozit, qësa të mirat. A nuk është për monal pak me mendu o vllazën e burra, që me pa sa i mëshirshëm që e ka Allahu xhaleshanu. E prandaj sa herë që ta lexojmë Bismillahi Rahmani Ar-Rahim, me emrin e Allahut, që është gjithë mëshirshëm, plot rahmet. Po dhe Allahu e tregon më një herë, demonstron, e manifeston mëshirën e tij, Rahim, kemi shumë shembuj parasysh. Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar çka po thot? Wa rahmeti wasi'at kull shay. Mëshira ime e ka të i kaluar po zemrimin tim. Wa rahmeti wasi'at kull shay. Çdo gjë Allahu xhaleshanu ka përfshirë me rahmetin e tij. Rahmeti i tij, mëshira e tij është më e madhe se sa hidhrimi i tij. Jemi duke jetuar vllazën këto momente të bereqetshme, dhe sonte e kemi marrë këtë temë sipas programit me rregullua shpirtin ton. Në prezantimet e kaluara, ka sistemi social, sistemi i jashtëm, komunitetit, jeta jon, e sonte na kemi nevojë me rregullua dhe shpirtin ton. Prandaj Allahu xhaleshanu po rahmetin dhe mëshira ime ka përfshirë çdo send. Hadithi kutsi, ku transmeton pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu thot, mëshira ime e ka të i kalu hidhrimin tim. Hidhrimi, Allahu e ka hidhrimin për ata të cilët meriton hidhrimin e tij, dënimin e tij, pa ka dhe mëshirën për ata të cilët e meriton mëshirën e tij. Po kur qitën në peshore, cila është ma përpara, ma përparsi, mëshira Allahut, rahmeti Allahut, ka përparsi. Kjo tregon se mëshira Allahu xhaleshanu mbizotron mbi njerëzimin. Mëshira dhe rahmeti Allahu xhaleshanu është konkrete në jetën tonë, para syve tona. Pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë e tregon edhe hadithet shumëta, ku e ka vërtetuar se ka qenë edhe pejgamberi mëshirës, pejgamberi rahmetit, pejgamber i cili e ka dërguar Allahu xhaleshanu me qenë rahmet, dhimbje për të njerëzim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. O i dërguar jem, mos haro, ty të kemi zgjedh prej shumë popujve,
prej shumë njerëzve se pejgambert jem njerëz e zgjedhën Zoti xhaleshanu. Allah yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas. Allah bën për zgjedhje, i zgjedh, i inspiron ata, i bën të lidhen me qiellin me Allahun xhaleshanu dhe komunikojnë me Allahun. Allah po i thot pejgamberit alayhis salam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Mos haro, keme shku me një vend, shumë keme pas problem. Keme pas problem me pagant e Mekës. Ma ata burat e mdhaj që i kanë sundu o Mekën, Arabin, tregtin, kabile, fise, kanë më konë shumë të ashpër ndaj teje, kanë më sjell shumë brutalisht dhe në mënyrë agresive ndaj teje, e ti mos haro i dërguar i jem, ti je mëshirë me të mirë, sa të mundësh me të mirë. Durim, ka kërkuar Allahu xhaleshanuhu prej pejgamberit ti, durim. Fasbir kema sabara ulul azmi min ar-rusul. Pejgamber të hershëm, Hazreti Musën, Hazreti Isën, Hazreti Ibrahimin, Hazreti Nuhin, ka jenë ulul azmi, pejgamber lider, pejgamber bura që kanë pas shumë sfida, shumë probleme me popujt e tyre. E Allah po i thot Hazreti Muhammedit alayhis salam, bën sabër. Si kanë bë sabër ata burrat për ateje? E pejgamberi u mërzit prej fjalëve, prej ofendimeve, prej mosbesimit. Njeriu ma i besueshëm në Mekë, pja njohin familjen, pja njohin agjen e tij, fisin e tij, pja njohin si fëmijë, si i ri, i besueshëm. Edhe jo besimtarët e kanë ditë për njeri të besueshëm. Kur kanë udhëtu dikun jashtë Mekës, kanë shku në Yemen apo në Sham, që i kanë pas gjevahirët, arin, argjendin, pasurin, banka kryesore ka qenë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Të aji kanë depozituar gjanat më të shtrajta, më të vlefshme. Kanë shku, kanë udhëtu me mujë, me deve, dhe kur jenë kthye, i kanë gjetë pasurinë e tyre, po arin, argjendin e tyre, të pejgamberi alayhis salam, dhe është quajtur el-Emin, emin, i besueshëm. Megjithatë, edhe si kanë besuar. I kanë thonë gënjeshtar, i kanë thonë po bën sehirbaz, magjitar, i kanë thonë po na tregon pralla, ti si je pejgamber, i kanë thonë po na tregon tregime të hershme, kur gjën nuk ka diçka realitet. I kanë thonë, i lujtën, i marë, i qmendun. Gjitha etiketat ma të randa i kanë etiketua pejgamberin alayhis salam. Tash ky njeri i Zotit, xhaleshanu, ma i besueshmi, ma i miri, ma i drejti, ma i sinqerti, ma i buti, ma i mëshirshmi, gjitha të këqijat për janë gjesin. Që ta mërë mendje më pas kënë ti apo unë në vendin e pejgamberit alayhis salam, si kishim reagu? Sun kishim duru, kishim nervozuar, kishim lyp hakmarje. Mirë për i dërguar e Allah xhaleshanu me sabër i ka të i kaluat të gjithë. Zemra i ka pik rahmet, mëshirë. Kjo të regohet edhe kur ka shku në Taif, kur ka shku në Taif, me thirë popullën e Taifit, është një qytet për te Mekës, kanë qenë krishterë. Mirë po, kur e kanë pa që i ka arë pejgamberi alayhis salam, i kanë shu djemë të ri, lagjës, voglushat, i kanë shu, edhe kanë gjujt me guralece, dere sa kanë përgjakur këmbët e trupin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Që ato momentet të vështira për vjen me lache, me leku Gjibrili alayhis salam, peshet të dërguarin e Allahut i përgjakur, i mërzitur, i raskapitur, i dëmtuar, po i thot Allah me laqja, o i dërguar i Allahut, më ka dërguar Zoti, unë jam meleku i maleve, i bjeshkave, i kodrave. Kush ka shku në Arabin Saudite, në Taif,
bjeshkat më të larta që ka në Arabinë Saudite janë Taif o Bura. Mekka ka bjeshka, po më bë me shku ka Taifin 90 kilometra, keni me pa bjeshka e cepan që nuk ka mërmendje. Ka arë meleku i male dhe ka thonë, ja Rasulullah, këta tyjet kanë përgjakur, kanë dëmtuar, kanë zemruar, prandaj ti nëse më thua mua, këta ti fundosi dhe ti asgjësoj, ti eliminoj, ti mbysi të gjithë, unë e gati jam. Urdhrin tonë po e pres, ka dërguar Allahu me selam të ti. Çka i tha Rasulullah i meleku Gjibril? I tha, jo se ndoshta dikush prej nipave apo stërnipave të tyre del dhe beson në një Zot, e jo, nuk du mu lutë i madhi Zot të imi shkatru këta, po ka thonë, o Zot, ti nëse je i dhruar, ti nëse nuk je i dhruar me mua, ti nëse nuk je i zemruar me mua, unë këtë mundim, këto probleme, këtë dëmtim që ma bëri populli i Taifit, ti Allah, nëse nuk je i dhruar me mua, unë e të i kaloj. Fela ubali, in lem jekun bika aleje ghadabun, fela ubali, nuk e kam gajle, edhe ka thonë pejgamberi a.s. Allah me hedi qaumi, fe innahum la ja'lamun, o Zot, udhëzo këtë popull sa ata nuk jenë të ditë. Shifni që ka bën zemra e një lideri, e një pejgamberi, e një njeri të Allahu Gjeleshanu, i cili është dërguar rahmet për njerëzin. O Zot, udhëzo popullin sa ata nuk jenë të ditë. Rasti tjetër i çlirimit Mekës, 13 vite luft, 13 vite persekutime, 13 vite bojkotime, 13 vite bllokat ekonomike, bllokat sociale, as nuk po marrin, as nuk po japin, e kanë bllokuar Muhamedit a.s. dhe disa shokë që kanë besuar. Nuk ka shitje dhe blerje, nuk ka martesa, nuk ka vizita ndihmë sociale, 13 vite. Edhe u detyrua i pejgamberi a.s. me lënë Mekën dhe me shku për Medinë. 425 kilometra në për shkëmbi, në për shkretir, duke u thuar me devën e ti dhe me shokët e ti kanë shkuar në Medinë. Pas 10 viteve vjen çlirimi i Mekës para të vdekjes. Edhe futët i dashuri Allahu Gjeleshanu dhe i dashuri jonë, dhe të gjithë ata të Mekës, ata zullumqartë, ata pagant që e kanë ushtruar dhunën, që e kanë bërë çmës ndaj besimtarëve dhe pejgamberit a.s. të gjithë tani gaditur, të rreshtuar, të heshtur, të frikuar para pejgamberit a.s. dhe për presin vendimin e tij final. Çka do të bëhet me ta? A do të hakmiret? Apo do të afal? Pyetjen e parë, çka i tha pejgamberi aty, a dini çka i tha burra? Çka pia mërmendja juaj? Tani unë çka kam bëvë me ju? Ata janë ndërzu tash. A ke pa kriminali kur zihen ndonjëherë tash para policit? Vetëm një krahasim e para, do të thonë Zoti tokës apo Zoti shtëpisë, uzu hajni, uzu kriminali. Tash që si frigohet në ato momente, se do të hakmiret, po për veprën penale që e ka bën, i thanë tije, ja Rasulullah, buri mirë, buri ndershëm, edhe babën e ki pas ndershëm, edhe gjyshin e stërgjyshin e ki pas burat mirë. Tash ka arkoa ju me thot tije buri mirë, edhe babën e ki pas mirë, edhe gjyshin e krejtin i ka. O pejgamberi a.s. o dërgu, rahmeten lil alemin, shirë për të njerëzit, a idhëbu, fe entum të tulaka, jeni të lirë të gjithë, shkoni, jeni të lirë, qërni jetën tuaj. Të gjithë i fali, nuk u hakmar i Rasullu, i bashtëm i Allah nga askush. Nuk u hakmar nga askush. Se tërguar shembull, rahmet.
E kjo neve në ashtin me e dasht këtë pejgamber, alayhi salatu wassalam, që biografinë e tij me mësu në për shkolla. Në për shkolla edhe muslimane, edhe shkollat jo muslimane për lidert e menqëm, për njerëz burrat e menqëm, ka qenë një dietar anglez, po dhe thot që amerikan me origjinë amerikane, Michael Hart, e ka shkruar një libër si shmoti 100 burrat më të fortë dhe më të mençur dhe më të aftë në botë. 100 burrat e parë. Kështu është titulli i librit. A dini kone ka qitë në atë librin e tij rreshtin e 100 burrave, e ka qitë pejgamberin tonë alayhi salatu wassalam. Njeriu më i aftë, më që ka ndikuar pozitivisht në mas, më i dashur, më shumë që ka ndjekës dhe që e besojnë, Muhamedi i biri Abdullahut alayhi salatu wassalam. Pastaj e ka pru ky dietari Michael Hart, e ka pru filozoft e hershëm, po Kantin, e ka pru Ishak Newtonin, e ka pru të tjerët, por numër 1 pejgamberin alayhi salam e ka qitë. E prandaj pejgamberi alayhi salam mëshirë për të njerëzin. Në Taif Meleku t'i tha mos i mbyt, mos i shkatro se del dikush ndoshta beson te Zoti xhaleshanuhu. Del dikush ndoshta thot la ilaha illallah. Dhe nuk i shkatroj. Tha o Zot, udhëzoje popullin tim se s'jam të kabi. Në Mekë i fali pas persekutimit, pas dëmtimit, pas zullumit, 13 vjet i kanë bë, i fali edhe ata. Pejgamberi alayhis salam, po mëshira e tij u shifte edhe me fëmijët, i donte fëmijët, i përqafonte, i puste fëmijët e vegjël, i merrte pranë veti, e merrte Hazreti Hasanin, Hazreti Husejnin, edhe fëmijët tjerë, lunte me ta. Mëshirë për të madhin, për të vjetrin, për të riun, edhe për fëmijën. I dashur i Allahut, i dashur i Muhamedi alayhi salatu wassalam. Prandaj, kur i ka pa fëmijët i ka përgdhel, kur i ka pa jetimat i ka përgdhel, dhe ka thënë, ai i cili nuk e mëshiron dikon, nuk e meriton mëshirën e të madhit Zot. Nëse don ti mëshirë me pas prej Allahut, ai me qenë i but ndaj teje, e ndaj meje, ti duhesh me tregu mëshirë ndaj dikujt tjetër. Ti duhet ta manifestosh mëshirën tënde me sjelljet pozitive tua ndaj dikujt tjetër. Se për ndryshe nuk e meriton mëshirën e Allahut xhaleshanuhu. Falja, mëshira dhe falja, 2 vllazën, 2 veti, 2 sifate të çmuara të muslimanit. Pejgamberi alayhis salam plot mëshirë, mëshira madhe i ka shtia ata mi fal. Tema sontit është mëshira dhe falja. Muaji Ramazanit muaji i mëshirës dhe i faljes. Muaji i kërkimit halallëkut për njëri tjetrit. Duhet i pastrojmë zemrat tona, o vllazë të ndershëm, o motra të ndershme. Jemi duke shku ka vdekja. I ri e i vjetër nuk kem qarën një ditë pa i thënë lam të mirë kësaj jete, e pa i thënë lam të mirë edhe kësaj edhe familjeve tona e të dashurve tonë. Deri kur do të shkojmë na me inat, e me zemrim, e me hidrim, e me hakmarrje ndaj njëri tjetrit? Gjerë më kur, a ka kufi? E duhet të përfitojmë nga këto mësimet, nga këto ligjëratat, nga këto prezentimet që po lexojmë biografinë dhe historinë e të madhit Zot, e të madhit pejgamber alayhi salatu wassalam. Çka po thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam? Ata që përmbahen ndaj zemrimit dhe falin njerëzit, Allahu i do. Kjo ajeti kuranor, falni, ajeti kuranor. Ata cilët e ndalin zemrimin, nuk e tolerojnë vetër muhakmar, i falin të tjerët, Allahu i do bamirësat, i do besimtarët. Hidhrimi sa të vjen në trupin tonë, në gjoksin tonë, dhe dëshiron me dalë tani, mu tregu edhe në gojë, edhe në sjellje, edhe në gjymtyr tua, lutje Allah, thuj a'udhu billahi minash shejtanir rajim, o Zot runa prej koftlartit, prej shejtanit të madhkuar. Sepse tani është fut në gjakun tonë, apo në gjakun tim, i madhkuari,
ajo është krijuar nga zjarri, i fillon edhe njeriu tani me dhëz dhe me bë nervoz dhe me shtime, bë krime dhe hakmarrje. Në ato momente kur na hidhrohemi, nervozohemi, e hupim kontrollin ton, preferohet me marrë avdes, preferohet mu freskue, preferohet nëse jenë ka mu ullë e mu shtri për toke, preferohet me dalë prej vendit, prej dhomës, prej salës, mbledhjes, ku je duke komunikuar, apo ki të bimë me shokët, me profesorët në fakultet, me kolegët në punë, në shohë vendin. Të gjithë psikologët, të gjithë djetarët thëjnë, në ato momente kur je hidhruar, mos merë vendime, mos fol fjalë me pranu diçka, apo me refuzu diçka. Sa që edhe myftijut, gjykatësit fetar, gjykatësit, kadijut, myftijut, zëdhënësit, zyrtar të shtetit, po të bashkësisë islame, kur është nervoz, nuk bën me dha fetva. Edhe gjykatësi, kur është nervoz, nuk bën me gjykue. Kur është i uritur, nuk bën me gjykue. Kur është i eshtur për ujë, nuk bën me gjykue. Nuk bën asnjë faktori jashtë me ndiku në trunin e tij dhe në zemrën e tij, po duhet me qenë shumë i qetë dhe pastaj me u deklarua me gjykimin e Allahut, apo me dhënë mendimin për fen, apo për një çështje akademike, apo çështje fetare e shkencore. Kështu ka qenë pejgamberi jon alayhi salatu wassalam. Pejgamberi jon i dashur ka thënë më i forti për juve. Kush është më i forti? Na dim dikush që më i forti është që e mbun njëri tjetrin, e rrezon, më pehlivan se tjetri. Ka thënë jo, ka thënë, më i forti për ju është ai i cili e mban veten gjatë hidhrimit dhe fal të tjerët. Ai është më i forti. Ai është më luftëtari. Ai është më guximtari i cili e kontrollon veten e tij kur ai zemrohet, kur ai hidhrohet. Përfitimet e mëshirës dhe faljes në jetën tonë. Si mundemi tani na me praktiku punën e mëshirës, mu trajnue që të bëhemi më të mëshirshëm, më të butë, më të falshëm, më tolerant. Duhet që të ndihmojmë në shuarjen e konflikteve. Për i zatë Zotit, nëse kemi konflikte me njëri tjetrin, mos marrëveshje, bënja një halal njëri tjetrit. Bënja një halal njëri tjetrit. Falja. Kujtoje pejgamberin alayhi salam, ai ka qenë njeriu më i mirë, njeriu e Allahut, e ti me gjithmu je një njeri i thjesht, prandaj kujtoje biografinë dhe historinë e tij dhe falja. Nëse dy vllazë kanë në konflikt me njëri tjetrin, duhet të organizohet një komision special në komunitetin musliman, në lagjen se ku jeton, në fisin se ku jeni, dhe me shtije dhe me i pajtua ata që e në konflikt. Të na në Kosovë, kur u bë pajtimi i gjaqeve, ndoshta ju kujtohet para luftës, u bë një aksion shumë i mirë, po kush e morë në dorë ato? E morë në dorë një njeri i fesë tjetër së bashku me disa xhallar, po Anton Qeta së bashku me disa xhallar, dhe u bë në shkaktar mu pajtua edhe familje që kanë qenë në gjak me njëri tjetrin, në konflikte të randa, me vite të randa, të tëra. Shumë rregull është kjo. Shumë mirë u bë. Aferin, po na musliman duhet me qenë më taft. Na musliman duhet me qenë numër 1, sa herë që të ndëgjojmë konflikte, mos marrëveshje, mu mundu dhe mi rregullue. Shuarja e konfliktit, po shuarja e mos marrëveshjes, kjo neve na bën më të mëshirshëm, na bën më të dashuruar me zveti. Forcon lidhet familjare dhe shoqërore. Në për familje pa dyshim se kemi mosmarrëveshje, në për familje kemi pa dyshim konflikte të llojeve të ndryshme, nuk është koha tani mi përmend, po o ti motër, o ti musliman, daloni dhe me bismillah merreni iniciativën e pajtimit, merreni iniciativën e afrimit. Kujtonë pejgamberin alayhi salatu wassalam, e sidomos muajin e Ramazanit, hajde me bismillah, le të jetë muaji i Ramazanit, muaji i pajtimit dhe muaji i faljes,
muaj i faljes dhe i rahmetit. Wallahi ai i cili fal, çka janë dobit ai i cili fal, ti largon mendime negative, ta largon energjinë negative. Energjia negative, nervozja, hasedi, xhelozia, mendimi i shpesht ndaj atij, ty e të dobson, ta merr kajmakun e energjisë. Gjithmonë e ndjen veten të lodhur, të raskapitur, nuk je aktiv, nuk je i Zotit, nuk je gjallë, nuk je në qef. Në ato momente besoni, kjo është vërtetuar, o vëllezër, o djemtri, o motra të ndershme, është vërtetuar edhe me psikologji dhe me shkencë. Ai i cili fal, ai i cili pajton, e nxjerr nga zemra që e ka pas, ai pushon rahat dhe ka siguruar shëndetin e tij mendor, e ka siguruar shëndetin e tij fizik, e ka siguruar edhe shëndetin e tij familjar. Flen i qetë, del faqebardh, del krenar, e lumi i cili është falës, e lumi i cili është edhe mëshirbërës dhe e cilëson veten me këtë cilësi të Allahu xhaleshanu, siç thamë në fillim të bisedës, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillah, po filloj me emrin e Allahut i cili është plot mëshirë. Edhe Ar-Rahim bën mëshirë. Bën mëshirë edhe te zullumçari, edhe te jo besimtari, edhe atij jep me ngran, edhe atij jep me pi, edhe atij jep shëndet e punë e fëmijë, shihet drejtësia e Zotit, mëshira e Allahut. Si e praktikojmë mëshirën dhe falën në jetën tonë të përditshme? Të lutemi çdo ditë, me ta heqë hidhrimin nga zemra ndaj dikujt tjetër, lutu për ato. Shif, kjo është një çështje shumë serioze vëllazë, nuk është lehtë. Duhet të trajnohemi, edhe te psikologu me shku në klinik, a keni pa asnjë pacient nuk shërohet me një sesion, me një takim vetëm. Po duhet me pas takime të vazhdueshme te psikologu. Po edhe psikologu ato trajnon, po me pyetje dhe e shtin dalgadal me qetësue. Prandaj edhe ti lutjo Allahut gjithmonë me ato çka ki mosmarrveshje. O Zot, falja ati, udhëzoja ato. O Zot, falma mua. O Allah, bashkonaj zemrat tona. O Zot, na mundso me pa realiteti. Ku është realiteti? Ndoshta unë jam gabim, ndoshta ajo është gabim. Ja Allah, na afroti mes neve. Mos na përçaj mes nesh. Ki mos marrveshje me gruan, ki mos marrveshje me djalin e me vajzën, që është gjë normale. Po arma sekrete, pasporti, pimi sekret, është kjo lutja jote, sinqeriteti yt. Të falim dhe njëri tjetrit, të edukojmë të tjerët me këto vlera, se vallahi fëmia yt, nipi yt, vajza jote, nëse ti nuk fal, nëse nuk tregon ti shembull konkret vet, ai s'ka me mësupi dikujt tjetër, ka me pa prindin që është hakmar, për shembull nga nana, është hakmar nga vllau i madh, është hakmar nga botra, dhe ajo tani rritet dhe edukohet në atë familje, dhe në zemër e ka gjithmonë vetin e hakmarjes. E jo, feja islame po thot jo kështu me veprua. Po, bëhu i durushëm, mos u hakmer, lutje Allahut dhe kujto se fjala, po falja nuk është dobësi, por është forcë. Falja nuk është dobësi, por është forcë. Muaji i Ramazanit është muaji i bereqetit, muaji i Kur'anit, muaji i reformave shpirtërore. Gjitha vetit e këqija që i ka mone, që i kje ti, mendja madhësin, arogancën, po brutalitetin, po ti je e zë vetën se unë jam dikushi, kush je ti me më folë mua, kush je ti me më këshillua mua, kush je ti me më zo rrugën ti me parkingun tim, kush je ti me më kalu mua me kërë, në do të i kalime në për rrugë, në për autoban. Gjitha këto janë prej vetit prej shejtanit. Thuj, a'udhu billahi mine shejtanir rajim. Vjen dikush ma shpejt, shkoja rrugën ati, rinat rrugën e mesme, po, jo mu ka cafyt me çdo kënd, jo me qajt kokën me çdo kënd, jo mu pas llogari me çdo kënd, se jeta është e shkurt, një herë ta ka falë Allahu shpirtin në këtë jetë, një herë ta ka dhënë ymrin, prandaj bënu i mençur, bënu tolerant, ruaje zemrën tënde, ruaje tensionin tënd,
Nëse je i smut nga diabeti, nga sheqeri, ruaje shëndetin tonë. E kjo si arrihet kjo? Si dalim nga stresi? Si dalim nga të problemet shëndetësore dhe psiqike? Me këto ilaçe fesë islame. Me rahmet, me falje edhe me mëshirë. Allahu ta falë, Allahu të udhëzoft. Halal prej meje e kije. Halal kat me kat. Nuk kam punë. E qyri punën time. Dhe kështu njeriu po del nga këto krizat. O lezat të ndershëm, kismet do të vazhdojmë nesër temën. E te kalum një, po 5-6 minuta, me na bo halal se tema shumë është e ndihshme, po ndalemi këtu, me shpresë që nesër do të vazhdojmë inshallah. Ju falenderoj për nderin dhe respektin, ju falenderoj për kohën dhe interesin tuaj. Allahu ju shpërbleft me xhennet, Allahu ju pastrof zemrat tuaja dhe tonët nga çdo veti e keqe. Allahu na i pranoft lutjet tona dhe lutjet tuaja. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. El Fatiha.